Me një arkitekturë të veçantë i vendosur në qendër të Prishtinës, Pallati i Rinisë është objekt simbol i kryeqytetit të Kosovës. Si i tillë është edhe pikë orientuese për takimet në kryeqytet. Në shumicën e lajmeve ndërkombëtare për Prishtinën, Pallati i Rinisë është njëra nga pamjet të cilat mund t'i shohim. Më 18 shkurt të vitit 1975, Kuvendi Komunal i Prishtinës kishte marrë vendim që në kryeqytet të ndërtohej një qendër multifunksionale, ku do të organizoheshin manifestime të ndryshme shoqërore, kulturore, zbavitëse, sportive, rekreative e ekonomike. Bëhej fjalë për një objekt me 32.440 metra katror. Sigurisht bëhej fjalë për një investim të madh që komuna nuk do t'ja dilte me forcat e veta. Andaj u mor vendim që Prishtinasi të kontribuojnë në ndërtimin e këtij objekti me 1% nga të ardhurat e tyre mujore. Atëherë është shpall vetë kontributi për ndërtimin e kësaj qendrës, ku i obligon të gjithë punojësit të komunës së Prishtinës që nga të ardhurat e tyre personale të ndojnë nga 2% për ndërtimin. Në vitin 1977, me nënë Majdandor, qendra tregtare po ashtu në vitin 1978, prapë me nënë Majdandor, dhe Pallati Universal, ku zhvillon pjesa sportive, vitin 1981, po ashtu me nënë Majdandor. Kur e cekem nënë Majdandorin, në atë kohë ka qenë dita e çlirimit të Prishtinës, për ata dhe gjithmonë është bë hapja me ne shohin në disa forma. Dikush ka mendu se vetë emnin në atë kohë, kur është ndërtu me një prapavi politike dhe ka simbolizu bashkim vllazërimit, se është quajtur në Borë dhe Ramizit. Dikush tjetër mendon se ka të bëjë me simbolikën e Shqiponjes, është një pjesë me 2 krah, po edhe në formën tjetër mendohet se ka qenë 6 republika dhe 2 krahina kanë qenë autonome në atëherë ish Jugosllavinë, se ka 8 shtylla. Do thotë në 3 forma shifet. Të pandërtuara, pishinat e mbyllura dhe të hapura, terrenet e hapura sportive, rekonstruimi i stadiumit të qytetit dhe fushën ndihmëse, rekonstruimi i hotelit të sportistëve
me objektet përcjellse, si dhe ura lidhëse pasarela, i cila e lidh platon pas hotelit Grand me platon e Pallatit Renis dhe matute duhet të vazhdoj ka stadiumi i qytetit deri në pjesën e Dragodanit. Pjesë objekte pa ndërtuara të shtyhet për shkak të mjeteve financiare, e këtu nënkuptojmë pishinat e mbyllura të hapura, terrenet të hapura, hotele sportese dhe rekonstruimi i stadiumit me fushën ndihmëse. Dhe të mos heket dorë prej konceptit urbanistik të cilën Kuvendi Komunal ka aprovuar në vitin 1975. Sido që të jetë, Pallati i Rinisë ka qenë i vetmi vend në Prishtinë ku mund të organizoheshin aktivitetet kulturore e sportive. Prandaj, ky pallat ka ringjallë në Prishtinë jetën e të rinjve, sportistëve e artistëve. Ky ka është prit me një dëshirë shumë të madhe, me një vullnet shumë të madh, se ka qenë një ndër sallat, mos them jo në ish Jugosllavin, po edhe në rajon. Në Ballkan nuk ka pas objekt më të mirë. Do thotë është trajtuar si objekti më i mirë në rrethin e ish Jugosllavisë. Do thotë në Ballkan, mos them ndoshta edhe në Evropë. Ka qenë një objekt i veçantë, me një karakteristikë të veçantë, me një arkitekturë të veçantë. Dhe është prit normal shumë mirë se atëherë ka filluar të zhvillohet ose të ngjallet jeta në Pallatin e Rinisë. Salla e kuqe e këtij pallati ka qenë një ndër pjesët më atraktive të tij. Emrin Salla e kuqe e ka marrë për shkak të ulseve të saj, të cilat ishin po me këtë ngjyrë. Në fakt, edhe sot ulset e kësaj salle janë të kuqe. Edhe pse një sallë jo shumë e madhe për të zënë një vend në ulset e saj, prishtinacit kanë pritë në radhë. Për të na rrëfyer për aktivitetet e kulturës në këtë sallë, ne takuam drejtorin e Departamentit për Kulturë në Pallatin e Rinisë, Remzi Limanin, i cili në këtë pallat punon tash 32 vjet. Kjo gjenerati konsideron koncertet e organizuara në këtë sallë të paharruara. Kjo sallë atëherë është shumë atraktive për popullatën në tërësi dhe më kujtohet kur qytetarët e Prishtinës vinin radhazi për ta vizituar, për të hyrë në korridor në sallë për të dalë në to. Kjo asë kohën erë si një nusë e bukur që na mungonte për kulturën përgjithësi dhe këtu bashen aktivitete kulturore ndër më të ndryshmet, prej koncerteve popullore deri tek muzika serioze. Dhe kjo na bëri që kultura shqiptare, në veçanti muzika serioze, të filloj punëve të mbarë, nga se në mungesë të sallave s'kishte se ku të zhvilloj ajo lloj muzike. Publiku ka qenë interesuar mjaft, sidomos paraprakisht për muzikën popullore, të etur për muzikë. Se ne jetonim në thundrën e okupuar, kuptoni, ishim në një situatë palakmueshme ku vazhdimisht ishim në lupën e mbikëqyrjes së dikujt tjetër. Por megjithatë ne vazhdonim të punonim dhe mos të ndalemi, deri sot ku rezultatet janë të dukshme. Salla e kuqe, e cila ka kapacitet prej 500 ulseve, mbi të ka një abazhur të veçantë me 2500 drita. Një pjesë e Pallatit të Rinisë është ende e shfrytzueshme.
sikurse salla e kuqe, e cila edhe më tutje shfrytëzohet për koncerte të ndryshme, në Pallatin e Rinisë është edhe një kënd ku të rinjt e shfrytëzojnë për lexim. Në pallat është edhe salla e sporteve, e cila përbëhet nga 2 palestra, salla e madhe dhe salla e vogël. Kjo e fundit është rinovuar dhe është një hapësirë prej 1450 metra katror dhe ka kapacitet për 1800 shikues. Ndërsa ne bashkë me drejtorin e Pallatit të Rinisë shkuam të vizitojmë edhe sallën e madhe, e cila është dëmtuar nga zjarri dhe sot aty nuk mund të realizohet asnjë aktivitet. Kjo sallë, e cila ka kapacitet për 6000 shikues, sot shfrytëzohet për parking. Qeni fatkeqësi e madhe dhe ka bërë në dome shumë të mëdha, sikur materiale për pallatin, po ashtu edhe për zhvillimin e aktiviteteve të cilat janë zhvilluar në këtë pjesë të pallatit. Që do të thotë se në këtë pjesë të pallatit ka qenë salla e madhe ashtu të quajtur, ku ka në zonë rreth diku 5000 shikues. Do të thotë dome të mëdha kanë bërë materiale pallatit shumë, po edhe sportit edhe kulturës në përgjithësi. Ne fatbarësisht vitet 2000 ajo filloi që të konservohet pallati, pa tentime që pallati të konservohet edhe të shkatërrohet më tej, por në fatbarësisht ne hasëm mirë kuptim dhe bëmë një kërkesë te fondi ish Republikës Kosovës, kërkuam ndihmë dhe diku ne na u dhuru një ndihmë prej 3 milionë marka, të konvertuar në euro diku 1.450.000, po ashtu edhe prej komunës Prishtinës 113.000 euro. Edhe me ato mjete ne e mbuluam qatin e pallatit. Por mos zgjidhja e statusit të këtij pallati pamundson edhe marrjen e fondeve për rinovimin e tij. Në këtë sallë ku sot mund të shohësh vetëm vetura e Merimanga, dikur janë organizuar edhe koncerte e meqe të mëdha boksi. Nëse ulset e kësaj salle sot janë të boshatisura, dikur kjo sallë, pavarësisht kapacitetit të saj prej 6000 ulseve, ka qenë e vogël për të plotësuar kërkesat e shikuesve. Këtu janë organizuar edhe meqet më të rëndësishme të boksit në ish Jugosllavi. Legjendat e boksit shqiptar kanë boksuar pikërisht në këtë sallë. Në vazhdim ne ju sjellim disa pamje nga atmosfera që diku mbizotronte në këtë sallë. Rezultati pas përfundimit i dueli ishte 5-3 mirë për Trepçës. Këtu në këtë palestër, afër 5.000-6.000 vetë gjithmonë kanë qenë prezent. Ka pas aktivitete mjaftueshme sportive. Këtu kemi marrë kampionatin e ish Jugosllavisë në boks individual, kemi marrë kampionatin ballkanik, kemi marrë edhe kampionatin në ping-pong të Jugosllavisë, kemi marrë shumë gara. Unë mund t'ju them, është në katë se në atë kohë. Kjo sallë gjithmonë ka qenë e vogël, me që se i kanë zonë 6.000-7.000 vena, ka qenë gjithmonë e vogël për boks. Kjo sallë është shfrytzuar edhe për mitingje, për koncerte, për meqe boksi e shumë aktivitete tjera. Megjithatë, këtu ka funksionuar edhe një aktivitet, i cili sot në shekullin 21 Prishtina si mungon. Këtu, ku sot qëndrojnë këto vetura, dikur ka qenë hapësira e patinazhit artistik. Në atë vit gjatë fillimit, çaq kemi pas dashës, të cilët kanë prit me orë të tëra. Pistë
t'ja thonë në pistën e patinazhit, ku ka zgjat prej 1 orësh, kemi pas deri në 250 veta. E nga kjo hapësirë nuk mund të largohemi pa përmendur edhe një kuriozitet. Besoni apo jo, vetëm një kapirat i Pallatit të Rinisë peshon hiç më pak se 110 ton, ndërsa kompleksi posedon 16 kapirata. Ky fakt është vetëm njëri nga elementet që këtë pallat e bën të sigurt edhe për 30 vjetët e ardhshëm. Ndërsa tani largohemi nga kjo hapësirë ku shfrytëzohet për aktivitete sportive, kulturore e rinore për të vazhduar në një pjesë tjetër të pallatit. Qendra tregtare e Pallatit të Rinisë, Kulturës dhe Sporteve ka sipërfaqe prej 8050 metra shkatror. Në të funksionojnë 122 lokale afariste. Kështu në fakt ishte edhe në fillimet e tij, por asnjë nga lokalet që ishin dikur sot nuk funksionojnë, përveç njërit i cili i ka mbizotruar kohës, ëmbëltores Elida, ëmbëltore së famshme të kryeqytetit, e cila është funksionale që nga 19 nëntori i vitit 1978, që nga themelimi i saj e deri më sot, ëmbëltoria ka dizajn të interierit të njëjtë, mbase kjo është një nga arsyet të cilat edhe më tutje e bën këtë ëmbëltore një nga më të vizituarat në Prishtinë. E duket që gjeneratat pak më të vjetra i kthen në kohë dhe në mendjet e tyre sjell kujtime të shumta. Në këtë ëmbëltore janë mbajtur takime të shumta të intelektualëve shqiptar. Këtu në fakt i ka mbajtur mbledhjet gjatë viteve të 90-ta edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Prandaj është edhe pjesë e librave të ndryshëm të shkrimtarëve shqiptar. E kjo dikur i ka penguar dikujt. Edhe me një rast kur në 91-shin, kur kam pas shumë kamera dhe inqizime tjera, televizioni Beogradit nuk u pranu prej bashkëbiseduesve, prej misafirëve në inqizim, ashtu që ka qenë një pretekst që të nesin neve në mbillin lokalin për 3 vjet me radhë. Mirë, për megjithatë me mbilljen e Elidës gati bankrotoi edhe pallati. Falimentoi pallati. Ashtu që ato ka bo peticion vetë, kanë lip me u hap Elida, se i kanë bankrotu firmat e tine, se populli i Prishtinës, se vetë pallati u ndreq me 2% e punëtorëve të Prishtinës. Edhe ata kur e shifshin që veç vetë Elidën që e frekuentoshin në mbill, ato e bojkotoshin pallatin. Me këtë ëmbëltore përfundon edhe ky reportazh për Pallatin e Rinisë, Kulturës dhe Sportit, të ashtu quajturit dinozaur të komunizmit, por kjo nuk do të thotë që është hera e fundit që rubrika për kryeqytetin merret me këtë pallat. Shpresojmë që shumë shpejt të kthehemi këtu për renovimin e sallës së madhe të sporteve dhe pse jo edhe realizimit përfundimtar të gjithë projektit.